Për të ndjekur Mirëmbrëma Yje Kids, mjafton të klikoni butonin subscribe në kanalin Arbana Osmani në YouTube. Ky program mundësohet nga Kiabi Natural. Një program i ri me yje të vegjël. Mirëmbrëma Yje Kids. Me disa nga fëmijët më të qiltër, më të zgjuar, më të ndjeshëm, më kurioz dhe më të sinqert që kam njohur. Çdo të diel, ora 18 në kanalin Arbana Osmani në YouTube. Ayla, gati. Special guest sot tek Mirëmbrëma Yje është mbesa ime e bukur Kenza. Mirë se erdhe. Mirë se u gjeta. Jam shumë e lumtur që je këtu sot e Edhe emisioni. unë. Edhe po mendoja, unë kam marrë gjithë ato fëmijë, edhe nuk kam marrë akoma Kenzën time. Pastaj po mendoja, thash do më thonë, po kjo merr mbesën e vet, edhe nuk merr kalamajt tanë që i kemi shkruar. Patjetër që do thonë, prandaj na solle këtu sot. Po çfarë t'ju them unë këtyre kur të më thonë kështu? Mund t'i thuash që do e marr mbesën një ditë. E kam të rëndësishme. E kam të rëndësishme edhe mbesën. Patjetër që fëmijët e tjerë janë të rëndësishëm, po dhe mbesa ime është e rëndësishme. Ti je shumë e rëndësishme për mua, Kenza, për shumë arsye. Po, një nga arsyet pse je shumë e rëndësishme për mua është se ti je një nga njerëzit më të dashur të Jonit, përveç se të mit. Po. Unë me Jonin shpenzoj shumë kohë dhe kam kushërinë më të mirë në botë. Po ç'a ju bashkon kaq shumë të dyve? Shife, unë e Joni jemi një mosh. Okej. Ne jemi në një klasë dhe ne na pëlqejnë gjërat, afërsisht gjërat e njëjta. Okej. Prandaj, ne kemi të lehtë të merremi vesh me njëri tjetrin, lozim me gjëra afërsisht njësoj edhe lozim bashk. Okej. Edhe jemi shok të ngushtë. Okej. Çfarë duhet ketë një djalë që të jetë shoku yt i ngushtë? Cila cilësi? Duhet të jetë i mirë, i respektueshëm, për të qeshur, edhe duhet të ketë personalitetin e vërtet. Pra të mos jetë ndryshe në një moment e ndryshe në një moment tjetër. Duhet të ketë një personalitet. Ty të njohin njerëzit në rrugë, Kenza, se unë her pas here ty të kam nxjerrë, a? Po, më njohin. Gjithmonë, unë kur shkoj te Tegu, për shembull më pyesin, ti je mbesa Arbanës? Unë i them po, jam mbesa Arbanës. Ua, do bëjmë një foto? Shishi, kanë filluar dhe foto, domethënë. A thonë që ngjajmë shumë bashkë? Po, thonë një kopja hallës. E si të bën ty të ndihesh kjo tash, mos ma bëj qefin, më thuaj të vërtetën. Jo, mua në fakt më bën që të ndjem shumë e lumtur, sepse unë dua të bëjmë si ty kur të rritem. Edhe ndjem shumë mirë kur ma thonë të njerëzit. Ti do të bësh si unë që do të bësh prezantuese ke fjalën? Jo, dua të bëhem e famshme, kam fjalën. Do të bëhesh e famshme. Po, në televizion. Pse është e rëndësishme për ty të jesh e famshme? Sepse mua më pëlqen të jem e famshme, më pëlqen fama. Unë nuk e gjej të bezdisshme kur njerëzit të pyesin për foto ose kështu, unë e gjej si gjë e mirë. Unë dua të jem kështu shembull për të tjerët që të bëhen edhe si mua. Sipas teje, çfarë duhet ketë një vajzë që të konsiderohet vajzë e mirë në shoqëri? Duhet të jetë e dashur, duhet mos të acarohet shumë, kështu në momente jo të mira, duhet të diskutoj me fjalë, mos të bën asnjëherë gjërat fizike, edhe duhet të jetë e dashur me të gjithë. Duhet të jetë e dashur me të gjithë një vajzë? Po. E nëse nuk është e dashur me të gjithë, ka ca njerëz që nuk i pëlqejnë për shembull. Po, për shembull, ato që nuk i pëlqejnë më mirë mos u merr me ato. Okay. Nuk ka nevojë që të mërzitesh ose që ti bësh ato të ndjen keq, vetëm mos u merr. Okej, domethënë kjo është motja jote, duhet të injorosh njerëzit që të bëjnë keq ose të mërzit. Ty kush të mërzit vazhdimisht? Nuk kam ndonjë person, por mua më mërzisin njerëzit që sillen keq, që bullizojnë, që nuk janë të mirë drejt njerëzve, janë të që duan të bëjnë keq. Ato që duan të çojnë në rrugë të keqe. Okej. Unë nuk dua të kalojmë në emra, por a ka në shkollën tuaj ose në klasën tuaj fëmijë që bullizojnë fëmijë të tjerë? Po, ka, por nuk është në një gjë serioze kështu në shumë serioze, po është, sepse kur të rritemi neve, ajo do bëhet serioze normale. Prandaj, unë mendoj që të gjithë duhet të kontrollojnë veten e tyre, edhe që po patjetër që ka. Kenza, si është një ditë normale për ty? Nga mëngjesi deri në darkë, çfarë bën ti? Unë zgjohem në mëngjes nga ora 9:30. Okej.
Ham gjës me prindrit, dal për kafe me prindrit, pastaj dalim për drek, ose ham drek në shtëpi. Okej. Shkojmë në shtëpi pushojmë qik të Kush gjithë. gatuan të shtëpia jote? Babi. Pse? Sepse, gjithë familja babit, babi, ti, nëna, kanë të si trashëgimtim, që të gjithë gatuajnë edhe gatuajnë shumë mirë. Okej. Po mami? Edhe mami gatuan shumë mirë. Kur Kenza gatuan mamin? Qa ore? Në mëgjes. Në mëgjes, mami bën vezën më të mirë. Okej. Ti a ke qef gatimin? Po, më pëlqen shumë gatimi. Unë për shembull më nxjerr një herë të parë në mëngjes si bëj vetë tost, bëj vetë krep. Okej. Po. Kenza, ti tani bën për pak 11 vjeç apo? Po. Tani më trego pak, më sqaro se unë jam konfuze tani me këtë moshën. Ti konsiderohesh fëmijë apo adoleshente? Unë do thoja diku në mes të dyjave, sepse adoleshente unë mendoj që është kur kalon 13 vjeç. Okej. Dhe fëmijë është çik e vogël, sepse unë nuk bëj si fëmijë. Okej. Unë jam e pavarur, por edhe nuk jam adoleshente akoma, edhe më duhen prindrit, më duhet shoqëria. Për shumë kur je adoleshente je më e pavarur, edhe je pak më bën çfarë të duash ti, nuk është se gjon ndonjë njeri. Shumë. Edhe unë akoma i gjoj njerëzit, unë do thoya diku në mes të dyjave. Po. Çfarë mendon ti që janë gjëra që akoma ti bën si fëmijë, e çfarë janë të gjëra që ke filluar të bësh si adoleshente, si e rritur? Do me thënë, unë tani kam ndryshuar stilin se si vishem, më përpara më vishte mami me shumë fustane, me funde. Tani më pëlqen më shumë të vishem me xhinse, me streqe, me pantallona. Okej. Po, dhe si fëmijë A të vesh mami apo vishesh vetë? Vishem vetë. Tani vishesh vetë? Po. E kam fjalën edhe kur i zgjedh rroba, tani ti i zgjedh vetë apo i zgjedh mami? Vetë, patjetër. Vetë, Vetë, gjithmonë. Po mami për shembull të blen ndonjë gjë që ty s'pëlqen? Ose të ka qenë që të vesh ti? Po, më blen shumë herë kështu lloj gjërash, po unë i them, nuk ja them kështu si, nuk më pëlqen kjo, i ktheje. Unë i them, do e provoj një herë, po më pëlqeu, do e mbaj. Po s'më pëlqeu, atëherë mund ta kthesh. Dhe gjithmonë mami ndonjëherë edhe e mbaj, se ndonjëherë më pëlqen, se mami e di çfarë më rri mua mirë. Ta di guston. Po. Okej. Unë për shembull kam qenë e vogël, mami im do të vishte gjëra që mua nuk më pëlqenin, ju urrëja. Edhe e bënte vazhdimisht këtë, e bën akoma sot. Her pas here, unë dal në ekran, për shembull në emision edhe më shkruan. Nuk e ke gjë fare këtë kostumin. Mbete me këto fustane të shkurtra. E mami jot? Mami im nuk është se më shkron, po vetëm më thot, Kenza, pse vishesh kështu? Ndrou, e ke shumë keq këtë. Qa si pëlqen mami nga vishjet e tua për shembull? Qa nuk është dakord a? Shive, kur unë shkoj në sporte, unë dua të vishem me mëngë të shkurtras. Si jam më rahat ashtu sepse ngrohem shpejt. Edhe mami thot, nuk e për të veshur atë, ngjan shumë keq, je shumë keq, nuk është për këtë modë, ik ndrohu shpejt. Dhe pastaj unë shkoj me mëngë gjata. Okej. Edhe plas vape, pastaj i them mamit në shtëpi, çfarë më bëre të djers. Ti dukesh si një gotë që dëgjon shumë prindrit, a? Po. Pa rebelohesh ndonjëherë? Ndonjëherë, po. Kur jam me shoqet, ndonjëherë, i them prindërve, më lë rahat, sepse dua të rri me shoqet. Okej. Kur jam në telefon, ndonjëherë kur jam me Jon, që jam me kushërin tim, më të ngushtë në botë, shkoj me pushime, më thon mami dhe babi, rri këtu t'ju shohim ne. Nuk është se ne i gjojmë, po, dhe largohemi ndonjëherë, lozim me top dhe nuk është se i gjojmë shumë. Okej, po ti Jonit i tregon çdo gjë dhe ai tregon ty çdo gjë? Po, do thoja po. Gjithë i tregoni njëri tjetrit. Ka Joni një gotë që i pëlqen? Për momentin jo. Pse, ka pas që s'ka për momentin? Tani, me që kam kushëri të ngushtë, unë nuk mund të them çdo gjë. Okej. Por, besoj që do të thoshte, po ta... Do më thoshte ai mua? Po, do të thoshte. Personi parë. Besoj që po, edhe unë kështu më gënjen mendja që do më thoshte edhe mua. Po. Ti si mendon, duhet ta tregojmë gjërat prindërve apo jo? Unë them që gjërat e mëdha gjithmonë. Po ishte ndonjë gjë pa rëndësi, duhet t'ja thuash, po jo direkt. Për shembull, të kesh bërë një gabim të vogël në një test të temi, mund t'i thuash që e kam bërë me ca gunga të vogla. Me gunga, okej. Edhe pastaj mund t'i thuash më vonë që kam bërë këtë gabim, e kam mësuar tani çfarë, 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 çfarë,
që ka ndodhur në shkollë, jashtë shkolle, nuk ka rëndësi ku, duhet ja thuash patjetër, ose po ishte ndonjë gjë, një lajm i mirë, duhet ja thuash, ose lajm i keq, nuk ka rëndësi, duhet ja thuash gjithmonë. Okej. Okej, sa unë kam një gotë të vogël akoma, ti e di shumë mirë Zojin. Po. Që shpresoj shumë që të më tregoj çdo gjë edhe ajo mua Po, për do të t'i rritë. tregoj. A thua? Po. Unë them që gocat i shprehin çdo gjë. Se edhe po nuk deshin ta shprehin, ato do e shprehin gjithmonë, sepse kështu janë gocat, e thonë çfarë mendojnë. Edhe po nuk deshin, do e thot ajo një herë. Edhe pa dashje, edhe me dashje do e kuptosh gjithmonë. E çunat janë pak më të fshehtë thua? Mbase, po çunat ja thonë më shumë shokëve, ja thonë më shumë babave. Po Zoj do të thotë çdo gjë, jam e sigurt. Zoj do më thotë çdo gjë. Okej, ta shikojmë. Ti je 11 vjeç tani. Po, mund të quash. Mund të quash 11 vjeç. Dhe je në këtë fazën, pra, as e rritur, as adoleshente akoma. Të gjitha gocat e klasës tënde, tani, ti shikon që po ndryshojnë, vëren ndryshime kur kalojnë nga klasa e 4 në klasën e 5, në klasën e 6, si shikon këto ndryshime që ndodhin te ju? Po, normale që shikoj shumë ndryshime, shoh që ndonjëherë nuk i intereson shumë për çfarë po i thotë që të bëjnë. Thonë, s'ka probleme, bëjmë pastaj, e bëjmë kështu. Po, shoh ndryshime dhe këto janë ndryshime që duhet të ndodhin, por nuk janë më të mirat, le të themi. Në klasën tuaj kanë filluar të pëlqimet e para me njëri tjetrin apo jo? Besoj që ca njerëz edhe po, ca njerëz edhe jo. Okej. Edhe ç'a ndodh në klasë, si ndryshon kjo dinamikën? Shife, ato që kanë pëlqime nuk është se ja thonë njerëzve. Nuk ja thonë? Nuk ja thonë asnjërit. Ndonjëherë ja thonë vetëm shoqëve të ngushta ose shokëve të ngushtë. Pastaj kjo mund të jetë një gabim shumë i madh. Pse? Sepse gjithmonë tani që jemi në këtë lloj moshe, do i thot dikush dikujt tjetër, ai dikujt tjetër dhe kështu do vazhdoj dhe kuptojnë të gjithë që mbase mund të ketë, mbase nuk mund të ketë, se nuk është se më ka thënë dikush kështu mua që... Po ty të ka shpërur një shumë pëlqimin që sa shumë të pëlqen ose të ka qef? Jo. Asnjëherë? Asnjëherë. Po pse mendon? Po sepse jemi akoma të vegjël, mendoj. Dhe nuk duhet të bëhet në këtë moshë kaq të vogël. Mbase kur të shkojmë të rritemi nga klasat e 10-ta, 11-ta. Okej. Cila është ëndra jote më e madhe, Kenza? Unë do të bëjmë e famshme, shumë, në televizion më shumë, ose të bëjmë këngëtare, ose prezantuese, vetëm kjo është ëndra ime më e madhe, edhe një ëndër tjetër shumë e madhe që kam, dua të u thoj gjithë botën. Okej, ja dhe kjo një e përbashkët me hallën. Kenza, a e ke parasysh që me famën vinë gjëra shumë të mira? Që do me thënë, njerëzit të njohin, ndjehesh mirë, je privilegjuar, në shumë drejtime, por vinë edhe gjëra jo të mira. Dhe një nga gjërat që vjen bashkë me famën, është edhe fakti që je shumë ekspozuar ndaj komenteve në rrjetet sociale. Ti e përdor YouTube-in, e shikon që çdo video sot komentohet. A të trem ty kjo gjë? Jo, mua nuk është se më trëm, sepse ato që thonë komentet të këqija, për mua nuk kanë në një vlerë shumë të madhe në jetën time, sepse ato mund të mendojnë çfarë të duan. Mua nuk do më interesoj, mua më intereson çfarë mendoj unë për veten. Okej. Po si arrin këtë lloj pjekurie që shumë të rritur nuk arrin dot? Unë për shembull bëj një program me shumë VIP-a dhe të gjithë kanë hallin se si po i shohin njerëzit dhe si duken në publik dhe apo marrin komente negative apo marrin komente pozitive. Si arrin njeriu që mos ta çaj kokën për komentet? Për mua është se gjithmonë më kanë thënë prindrit dhe familja që mos u mërzit për çfarë mendojnë njerëzit. Mendo gjëra të mira për çfarë mendon ti dhe u mendoj që të gjithë duhet t'ia thonë këtë fëmijëve dhe kështu mësohet njeriu. Pastaj po arrit i rritur dhe nuk e mendon këtë, është e vështirë që të fillosh ta mendosh. Por që nga fëmijëria mua më kanë thënë që mendo çfarë të duash për veten. Mendoj gjëra të mira gjithmonë. Cila është cilësia më e mirë që mendon ti që ke? Unë mendoj që cilësia më e mirë është se unë bëj shumë sporte, jam e guximshme, trime, edhe cilësia më e mirë që do thoja unë është
Trime. Trime. Po. E një defekt që shikon të vetja në qoftë se të duhet të përcaktoje një gjë që nuk të pëlqen të vetja që ndoshta të duhet ta përmirësosh ose ta ndryshosh. Unë, kur kam qenë e vogël, kam pasur pak turp. Okej. Kur më takoja njerëz, shokët e prindërve, nuk i flisja direkt, se kisha hallin që çfarë do mendonin ato, çfarë do i thoja unë atyre. Edhe prandaj ma kanë mësuar këtë prindri që a do të dua veten, që do të duash veten gjithmonë. Okej. Edhe që tani unë gjithmonë më ngel në mendje që unë kam pasur turp kur kam qenë e vogël, po si ku jam tani, para televizorit, para njerëzve, para publikut. A ke turp tani? Jo, Fare. fare. S'ke asnjë lloj problemi. Asnjë lloj A problemi. ke ndonjë siklet çfarë pyetjesh mund të të bëj unë? Jo, fare. 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 Okej, shumë mirë. Do të bëj ca pyetje sikletshme pra? Qive, mund t'i bësh ti, mos do më duke gjë më e mirë, po desh e bëj, se ky është emisioni jot në fund të Në fund fundit. fundit emisioni im. Jo, nuk dua të të bëhen siklet, po dua të di pak më shumë gjëra që ndoshta unë nuk kam guxuar të të pyes edhe sa herë kemi ndenjur bashkë në udhëtimet tona edhe në përgjithë gjërat e tjera. Për shembull, një gjë që jam kurioze të di është sot fëmijët, çfarë i bën të lumtur? Unë mendoj që shumë fëmijë tani bën të lumtur ekrani, dhe kjo nuk është gjë e mirë. Janë të varur disa që gjithmonë duan të rinë në iPad, në televizor. Po ti sa e varur mendon që je nga ekranet? Unë mendoj që nuk jam shumë e varur, sepse unë më shumë rri për jashta, loz, me shokët, me shoqet. Mendoj që mund të jem edhe pak e varur. Çfarë mendon jo që shumë. mund ta shëroj këtë varësi në fëmijëve nga telefonat? Unë mendoj që prindrit duhet t'i përshtaten fëmijëve kur ato mendojnë që nuk kanë çfarë të bëjnë, që janë kështu si unë nuk e di çfarë të bëj tani, do marr iPadin. Prindrit kur e kuptojnë këtë, ti shkojnë, hajde lozim bashkë, ose hajde bëjmë këtë bashkë, ose hajde dalim për jashta. Pra ti janë prindrit pak më të gatshëm për të luajtur, që ti largojnë nga... Ti largojnë nga ato ekranet, ose ti marrin ndonjë gjë që e tërheq fëmijën, që nuk është ekrani. Kenza, ti ke një jetë relativisht të mirë, edhe joni, jeni fëmijë të privilegjuar. Pra, ju jeni fëmijë që udhëtoni, jeni fëmijë që nuk ju mungon ushqimi, jeni fëmijë që nuk ju mungojnë veshjet, dhe në shkollën tuaj kryesisht janë kështu. Po. Çfarë mendon për të gjitha ata fëmijët që nuk i kanë mundësitë tuaja? Më vjen gjynaf kur i shoh ato fëmijët që nuk e kanë mundësitë tona, sepse unë mendoj që çfarë mundësish na ka dhënë neve prindrit nga puna, nga gjitha gjërat, edhe unë mendoj që ato fëmijët mund të punojnë fort që në të ardhmen të jenë dhe ato si ne, të rriten. Ti do punosh? Po, patjetër. Kur do punosh? Në çfarë moshe? Kur e ke vendosur? Kur e ke menduar? Unë kam menduar që adoleshente dua të filloj të punoj, të marrë ndonjë punë kështu të vërtet që Çfarë punë mendon që mund të bësh? Unë mendoj nuk ka rëndësi puna, do e shoh me kur të rritem në mësime, çfarë jam unë më e mirë dhe do e marr si punë. Çfarë është një punë që duhet kjo lloj mësimi. Nëse unë të them për shembull, hajde fillo puno te banas kamarjere. Do vish? Po, do vi. Do vija, sepse dua të ndihmoj hallën time me biznesin e saj, edhe sepse Banasi është një lokal që vinë shumë njerëz nga Shqipëria, edhe turista kam parë që vinë te piramida. Okej. Edhe Tash për hallën do punosh me lek apo pa lek? për hallën varet kur të rritem, sepse nëse është puna shumë e mirë aty, mbase me pak lek. Me pak lek? Po, patjetër me po, lek. edhe patjetër që është puna shumë e mirë, kështu që me pak lek. Mos puno pa lek, më zemër në asnjë vend, se do Po, punosh pa lek. është edhe sepse kur punon në vende të tjera, normalisht ato duhet të paguajnë. Edhe janë ca njerëz që të thonë, shiva, unë kam shoqe këtë të shoqen tënde, kështu, prandaj ne njihemi bashkë, Edhe ti hajde puno të unë pa lek. Këto duan që të marrin ty për punë pa lek. Të të shfrytëzojnë? Të shfrytëzojnë, po. Edhe unë nuk do shkoja atë punë ashtu. Okej. Sa rëndësishme është paraja? Unë mendoj që është rëndësishme shumë, po gjithë njerëzit duhet ta përdorin në mënyrë të mirë. Të blejnë ushqim, të blejnë
ujë, të blejmë gjëra të nevojshme për jetën, edhe mos të shpenzojnë kot. Për shembull, kanë fëmijët një gjë që e duan shumë, po nuk I nevojitet në jetë. Mbase, po kanë bërë ndonjë gjë të mirë dhe ti shpërblesh, mund t'ja blesh, po jo gjithmonë, sepse nuk është shumë gjë e mirë që ti mësosh ashtu. Ti për çfarë I kërkon para, për shembull mamit dhe babit? Unë I kërkoj kur bëjnë një gjë të mirë dhe prindrit më shpërblejnë, nuk mendoj që duhet ma blejnë ato gjën ose të ma bëjnë ato. Unë ndonjëherë dua ta bëj dhe vetë. Kështu që I pyes përpara ato shumë rrallë. Unë bëj gjëra të mira dhe ato më shpërblejnë mua shumë, po unë I pyes ato përpara shumë rrallë sepse nuk dua t'ja harxoj lekët, edhe pse ato kanë shumë lekë dhe kanë biznesin që shumë të mirë. Por unë nuk është se dua t'i pyes, sepse unë dua të marr lekët e mia. Kush fiton më shumë lekë te familja jote? Prindrit e mi, në fakt, punojnë të dy te I njëjti vend, që është kompania Gjyshit, kështu që thoja Gjyshi. Dole ka situata, Kenza. Po, Gjyshi dhe Halla. Gjyshi dhe Halla, bravo. Dëgjoj, kush është më dorëlëshuar në familjen tënde? Si? Dorëlëshuar është domethënë që nuk kursen. Nëna. Nëna? Cila nëna? Nëna nga ana mamit. Pra, sa jo nga ana babit, me thënë drejtën. E ka vetëm nuk duhet ta blesh këtë, nuk duhet ta blesh atë. Nga ana mamit futet në për dyqane, blen çado, nuk I përdor. Nuk I përdor, thjesht I blen. Po pra, pastaj përdor, ndonjëherë I përdor dhe unë. Kështu se merr nëna ndonjëherë një parfum, dhe manë të mirë. Dhe është si me lule shtrydhje, ja marr. Jo, mirë bën. Dëgjoj, ti je vajzë vetme, a? Po. A të pëlqen kjo gjë? Apo do doje ta ndryshoje këtë gjë? Më pëlqen tani në këtë moshë, por më përpara kam dashur shumë fare një motër që t'i ndaja gjërat me të, po edhe tani e dua një motër. Edhe pse tani jam shumë rahat, jam shumë mirë, prapë dua një motër ose një vëlla. A ke parë Jonin sa ankohet për motrën dhe për vëllain? E kam parë, po unë ndonjëherë nuk është se e besoj shumë, sepse unë kënaqem shumë kur ri me diellin me zorin. E di. Edhe ai, pastaj fillon I kërkon, po. Ta marrin hapësirën motrat dhe vëllezërit. Po ta marrin, po ndonjëherë që edhe gjë e mirë se I ke aty të mbështesin. E vërtet, mbështesin edhe I ke gjithmonë aty, po kur je I vogël dhe unë mbaj mend vllain tim dhe babain tënd kur kemi qenë të vegjël, o zot sa ziheshim. Jo se nuk zihemi sot. Po atëherë, pse zihen motrat dhe vëllezërit sipas teje? Unë mendoj që zihen nga ndonjë keq kuptim. Për shembull, merr një gjë njëri pa dashje, pastaj tjetri mërzitet, normalisht. E si duhen zgjidhur keq kuptimet sipas teje? Duhet të mbash mëri me dikë që të mërzit, apo? Unë mendoj që duhet të flasësh me të. Të thuash pse je I mërzitur, edhe pastaj ato normalisht do kërkojnë falje, do e kuptojnë, po nuk e bën këtë, vetëm mbaj distancën tënde se do vinë. Do të afrohen gjithmonë. Ty çfarë të mërzit më shumë? Mua më mërzit shumë kur shoh kafsh në rrugë, kur shoh njerëz që nuk kanë gjërat që kam unë. Nuk më pëlqen fare kjo dhe gjithmonë dua t'i ndihmoj. Okej. Ti më thej që do të bëhesh o këngëtare, o prezantuese? Po, ose në televizion. E nëse mamit dhe babit nuk I pëlqen kjo gjë? Unë do e bëja, sepse për mua është e rëndësishme të bëj çfarë më pëlqen mua. Dhe mami dhe babi e di që gjithmonë do më mbështesin edhe po nuk I pëlqeu shumë atyre. Do të mbështesin gjithmonë çado që të zgjedhësh ti që të bësh. Ku Kenzush, u kënaqa me ty. Edhe unë shumë. Edhe jam shumë e lumtur që erdhe. Edhe jam shumë e sigurt që shumë njerëz do kënaqen se tani të kanë parë vetëm në portfolio apo s'kan njohur. Po. Edhe çfarë emisione do doje të prezantoje ti? Unë do doja të prezantoja në një emision që shohin shumë njerëz, ndonjë shumë famoz. Si emisionet që prezanton ti. Okej. A ke menduar të bësh një podcast tëndin? E kam menduar, më pëlqen si ide shumë, po nuk është se e kam filluar ndonjëherë. Mendoje. Po, do mendoj. Ky mund të jetë nisja e një rruge të re. Po. E nis duke halla dhe vazhdon vetë pastaj. Po. Të kam zemër. Edhe unë. Kenzush, të t'jape halla një dhuratë? Shumë faleminderit, Halla. Faleminderit për çdo gjë. Faleminderit ty shpirt. Ky program u mundësua nga
Kjabi, natural. Për të ndjekur Mirëmbrëma Yje Kids, mjafton të klikoni butonin subscribe në kanalin Arbana Osmani në YouTube.